Cipriani, faleminderit shumë që gjetët kohë sot me nda eksperiencën e një projekti gjigant që po vjen buzë Bregdetit shqiptar. Sot jemi të pranishëm në Panairin Expo Reel Kosova. Na tregoni pak më shumë pse zgjodhët të jeni tash në Kosovë. Faleminderit Elisa. Në radhë parë duhet të them që përfaqësoj një prej kompanive më prestigjioze në fushën e ndërtimit në Shqipëri, quhet Gener 2. Dhe unë punoj si drejtor për zhvillimin e pasurive patundshme në një kompani si Motor brenda grupit, e cila merret me zhvillimin e projekteve të ngjashme me këtë projekt që ne po prezantojmë sot, që quhet Paxpay. Jemi këtu në Expo Real Kosova për të shfrytzuar këtë oportunitet dhe për të prezantuar projektin ton pranë audiencave në Kosovë. Veçan edhe për hir të afrimitetit që kemi midis projektit ton dhe veriut ose Kosovës. Mendojmë që kjo është platforma më e përshtatshme për të bashkëpunuar dhe për të bashkëinvestuar me individ që kanë interesa të ngjashme. Siç e potencuat, Paxpay është një projekt gjigant. Si ka nisi ide, si është zhvilluar dhe si po zhvillohet dhe çka pritet, çfarë lloj investimi është ky projekt? Radhë parë, ky është një projekt zhvillimi që fillon përpara se të hidhet guri i parë i ndërtimit. Fillon me anën e programimit të gjithë infrastrukturës nevojshme për të mbështetur një aktivitet social ose jetesën në një resort të kësaj natyre. Ky është një resort që pret mbi 15 ose 15.000 deri 20.000 banor në kulmin e sezonit dhe ku këta individ mund të gjejnë çdo gjë si me qenë në shtëpinë e tyre. Në një hapësirë prej 150 hektarësh, ne po shfrytëzojmë vetëm 9.5% të sipërfaqes për të ndërtuar banesat dhe infrastrukturën që ju shikoni në këto pamje. Gjithashtu, në respekt natyrës dhe në respekt të mjedisit ku ne po ndërtojmë, kemi ruajtur një brez 300 metra larg detit dhe midis rërës dhe ndërtesave ka gjithashtu dhe një brez të gjelbër, pothuajse 150 metra të gjerë dhe mbi 1 kilometër të gjatë. Gjë që e pasuron të resort me një peizazh natyror akoma më të pasur se ç'ishte më parë. Sa ka qenë e rëndësishme me e pas koordinimin mes ruajtjes së natyrës dhe si projekt si është ndërtuar. Shumë e rëndësishme, ndaj dhe ne kemi ruajtur këtë si zonë buferike rreth 300 metra distancë nga deti për të pasur një komunitet që jeton në harmoni me natyrën. Jo vetëm kaq, ky komunitet në pjesën e mbarpme dhe pjesën e pasme të resortit ka një infrastrukturë sportive, wellness, që i përshtatet profesionistëve dhe amatorëve në çfarëdo lloj sezoni. Gjithashtu, brenda resortit kemi planifikuar rreth 30.000 metra katror ambiente tregtare, të cilat janë përherë në shërbim të komunitetit, që variojnë nga shërbimet bazike konvenienca deri tek hoteleri, domethënë deri tek restorantet, baret, lounget, apo dhe dyqanet e fashion, retail, apo edhe dyqane pak më të specializuara. Gjithashtu përfshihen këtu dhe çdo lloj shërbim tjetër health and fitness që ju mund të shkojnë mendja në një resort të kësaj natyre për të mundur që banorët të mos dalin asnjëherë nga ky resort se të mund t'i mbajnë për herë aty brenda. Po përmendim fjalën resort, në fakt duhet përmendim fjalën qytet. Paxpay është një qytet dhe gëzon shërbimet e plota tamam si qytetet moderne. Këtu na jepet mundësia që këtë qytet ta ndërtojmë nga fillimi dhe ta planifikojmë ashtu siç do doni të planifikonin jetën tonë buzdetit, në mënyrë që mos largohemi asnjëherë nga deti, po të kemi çdo gjë që na nevojtet afër. Dhe ç'është më e rëndësishmja, në mënyrë këmbësore. Resorti është i gjithë këmbësor dhe trafiku i automjeteve është nën tokë, gjithashtu dhe garazhet ndodhen nën tokë. Kur pritet që ky projekt të jetë i hapur për njerëzit që të fillojnë jetën aty? Ndërsa faza e parë e projektit është planifikuar që të përfundojë brenda 5 viteve të para, i gjithë projekti është planifikuar që të përfundojë brenda 7 deri në 8 viteve. Sigurisht që është një projekt i madh
dhe është një iniciativë e vështirë për këdo, edhe për një kompani me përvojë si puna jon, por kjo nuk na ndalon për të implementuar gjithë standardet dhe eksperiencën e përfituar gjatë gjithë këtyre viteve në fushën e ndërtimit, dhe jo vetëm ndërtimit.